Bjeshkët e Deçanit mbesin potencial atraksioni dhe turizmi thuajse në çdo stin. Në vazhdimsi janë shoqatat bjeshkatare Marjashi dhe klubi i skitarëve që bëjnë përpjekje në promovimin e potencialeve që ofron kjo zonë, sidomos në tërheqjen e turistëve. Te Bjeshka e Madhe ofron këto pista është pak me një disnivel më të mirë, më të lartë. Këto jemi dikon 2300 metra lartësi mbi detare, do më thonë deri poshtë në fund piste është një pjerësi ose disnivel për 600 metra, 500-600 metra, është pak më eger, krijon më shumë adrenalinë dhe adhurues të skijimit e dojnë këto më shumë. Një mundësi të jashtëzakonshme për skijim ofron edhe pista prej 2.4 kilometrave dhe bora cilësore që mbulon këto bjeshk. Është karakteristik prej bjeshkëve tjera që e bën pjerësia e mirë për skim, gjithashtu e bën veçantë temperaturat e Gjerovicë, të cilat e bajnë këtë pistë edhe borën më gjatë, edhe borën kvalitet. Mjafton vetëm një herë me ardhe me shiju, atë s'ka nevojë me folë se shohin vetë se cila është rëndësia kësaj bjeshke për skim. Numri i adhuruesve të sporteve të bardha në këtë zonë po rritet gjithnjë më shumë. Nuk janë të pakt as vizitorët e përtej kufirit. Kam një dy shok për Deçanit që jetojnë bashkë atje afër në Belgjik, edhe erdhën për dadit, u bë qefi dhe tash direkt, dje morëm vesh sot në pistë me këto çuna, edhe po pëlqen goxha iniciativa këtyre çunave të Deçanit që kanë kriju mënyrën e liftit e transportit, domethënë një aventurë e bukur. Më të vërtetë është hera por, edhe është e papërshkrueshme bukuria. E uroj që sa më shumë të bëhen investime në këtë region që të mund të shfrytëzohen maksimalisht prej adhuruesve të skijimit. Në funksion të promovimit të këtyre resurseve turistike, këto shoqata në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe Federatën e Skitarëve janë duke i bërë të gjitha përgatitjet për garat në skitari në të gjitha kategoritë, të cilat do të organizohen më 15 mars të këtij viti.